Edhe sot dëshirat kanë rifilluar sërish dhe lidhur me gjendjen në teren e kemi pyetur drejtorin e shërbimeve publike në Prizren Islam Ukimeri, i cili me këtë rast tha se përballë motit ekstrem, komuna e Prizrenit vepron dhe jemi në angazhim maksimal në çdo rreshje në rajon. Rreshjet e mëdha të shiut që kanë prekur ditëve të fundit komunën e Prizrenit kanë kërkuar reagim të menjëhershëm institucional. Në këtë situatë dua të theksoj qartë se Drejtoria e Shërbimeve Publike ka mobilizuar të gjitha kapacitetet e saj dhe ekipët tona janë në teren në gjithë rajonet e Prizrenit, përfshirë Hasin, Përdrinin, Zhupën, Podgurin dhe Vërinin. Me përgjegjësi të plot institucionale jemi duke bërë maksimumin për të parandaluar vëshimet dhe për të ndërmarrë të gjitha masat emergjente në teren. Janë realizuar ndërhyrje të shumta në hapjen e shembjeve të rrugëve, si dhe pastrimin intensiv të kanaleve dhe rrjedhave ujore me qëllim zvoglimin e vëshimeve. Po ashtu gjatë dy mbrëmjeve të kalora, ekipët tona kanë qenë të angazhuara në pastrimin e borës dhe spërkatjen me krip në gjithë rrugët e komunës së Prizrenit, duke siguruar funksionimin normal të qarkullimit edhe në kushte të vështira atmosferike. Institucionet komunale janë të përkushtuara që të reagojnë me kohë, me vendosshmëri dhe me transparencë ndaj çdo situate që cënon mirëqenien e qytetarëve. Ky angazhim është dëshmi e qartë se komuna e Prizrenit qëndron pranë qytetarëve të saj dhe nuk do të kursej asnjë mjet për të garantuar siguri dhe stabilitet në çdo pjesë të territorit të saj, tregoi për televizionin Besa drejtori Islam Ukimeri.